Pas zbardhjes së portofolit të pronave në Tiranë, Kavaj, Golem dhe Vlorë, nga të dhënat e pasqyrora në ilët DKP-i, evidentohen edhe të ardhura që ka përfituar kreu gjykatës së lartë Sokol Sadushi nga të tjera burime, ku një prej tyre është edhe Fondacioni Shoqëria e Hapur e George Soros. CNA ka zbardhur pagesa që Sokol Sadushi ka marrë nga Fondacioni George Soros. Deklarimet e pasurisë të Sokol Sadushit tregojnë se në disa vite ai ka deklaruar të ardhurat të përfituara nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Sipas deklarimeve, pagesa e parë e regjistruar daton në vitin 2004, kur Sadushi deklaron $500 amerikan honorar si antar i bordit të fondacionit. Pasi ndërprerjeje disa vjeçare, në vitin 2014 ai deklaron $750 për pjesëmarrje në një projekt për hartimin e projektligjit për njoftimi dhe konsultimin publik, si edhe për angazhimin në projektin e reformës kushtetuese. Vlera më e lartë e deklaruar figuron në vitin 2015, kur Sadushi raporton 1.890.250 lek neto nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë për angazhimin si ekspert në Komisionin e Reformës në Drejtësi. Ekspertët që hartuan reformën nuk duhet të ishin pjesë e sistemit, por Sadushi dhe të tjerë përgatiten ligjet dhe i hapën rrugë karrikeve të tyre pa kaluar në vetting. Sokol Sadushi nga hartuesi i reformës i paguar nga Soros për të bërë më pas kryetari i magjistraturës dhe kryetari i gjykatës së lartë. Në vitin 2017 ai deklaron edhe 337.280 lek neto nga njëjti fondacion për punën si ekspert i nivelit të lartë në kuadër të reformës në drejtësi, ndërsa në vitin 2018 deklarimet përfshin dy pagesa të tjera, $5.100 neto për përgatitjen e komentarit të kushtetutës në kuadër të reformës në drejtësi dhe 124.950 lek neto për ekspertizë si antar i bordit editorial në një projekt për botimin parlamentar të reformës. Pra, sipas deklarimeve, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi ndër vitesh paguar nga George Soros.